themelimin e institucioneve, sepse kjo është kërkesa e qytetarëve, ne në politikë jena për shkak të qytetarëve, jo për me shërby vetvetes apo me shërby veç partisë, jemi me shërby Kosovës në radhë të parë dhe qytetarëve të Kosovës përmes partisë politike që kemi zgjedhur që është LDK-ja. Prandaj në këtë fazë duhet të angazhohemi të themelojmë institucionet e Republikës Kosovës. Nuk duhet të nënshtrohemi ndaj askujt, natyrisht, duhet të ruajmë dinitetin tonë, duhet të ruajmë aspektin tonë partijak që e kemi, por përmes parimeve të rëndësishme ne duhet të ndërtojmë institucionet e Republikës Kosovës, të krijojmë stabilitetin e domosdoshëm politik dhe institucional që të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës po e kërkojnë dhe të vazhdojmë pastaj të shërbejmë qytetarëve të Kosovës përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke ofruar punë, duke ofruar vizion të qartë dhe projekte e rezultate që përmirësojnë jetën e qytetarëve. Kur do të mbahet kuvendi? Po tash ende nuk është caktuar data e mbajtjes të kuvendit. Në bazë të statutit Lidhjes Demokratike të Kosovës janë 60 ditë nga dita e dorëzimit të kërkesës që është afati ligjor statutar. Kryetari Abdi Gjiku me të drejtë, sepse është kompetencë e tij statutare, edhe mund të thoshte që po e shtym kuvendin për 60 ditë. Ai është deklaruar që do ta mbajë kuvendin shumë shpejt dhe do t'i nënshtrohet këtij mocioni edhe të tillë, edhe siç është bërë tash. Besoj shumë që në ditët në vijim i gjithë opinioni do të njoftohet edhe për datën edhe vendin e mbajtjes të kuvendit. Janë verifikuar nënshkrimet që janë dorëzuar, sepse është domosdoshme që kur dorëzohet një letër e bardhë me një nënshkrim të verifikohet, është procedurë demokratike. Kryetari ka themeluar një komision, nuk ka bërë verifikimin vet, ka themeluar një komision prej 3 anëtarëve, njerëz dëshmuar të LDK-s që kanë komunikuar me delegatët dhe kanë pyetur thjesht, a është ky nënshkrimi që keni vendosur ju? Po, vazhdohet tutje. Një pjesë tjetër janë përgjigj, të gjithë delegatët janë përgjigj ashtu siç ata e dinë që janë përgjigj dhe do të mbahet kuvendi i LDK-s. Jam i bindur që ky do të jetë kuvend i forcimit të LDK-s. Krejt angazhimi janë personal dhe i krejt njerëzve që janë brenda LDK-s që unë i njoh. Po njëra part do të fitoj, nuk e di si do të cila do të jetë formula forcimit, nuk e kam idenë realisht. Se realiteti është shumë i madh aty. Me sa i kam dëgjuar edhe kolegët nga pjesa që kanë organizuar nënshkrimet, do të thonë asnjë prej tyre nuk ka thënë që nuk do të vazhdojnë të jenë pjesë e LDK-s pas këtij kuvendi, kështu që pres që të gjithë mesazhi i Gjikut në fakt ka qenë shumë i ashpër, thotë që do t'ju mbaj përgjegjës për dërgimin e vendit në zgjedhje. Dëgjom, mendoj që zgjedhjet nacionale janë opsion, zgjedhjet nacionale prap, nëse nuk themelojnë institucionet nga data 6 gusht, brenda 60 ditëve nuk zgjedhet presidenti i Republikës, ne shkojmë në zgjedhje. Kjo është fakt. Mirë, është fakt kushtetues ligjor, nuk ka në koalicion a duhet LDK-ja të hyjë tash në bashkëqeverisje me vetëvendosjen? Unë besoj që LDK-ja duhet të angazhohet për të ndërtuar institucionet dhe për të dhënë stabilitet vendit. Cila është logjika? Nëse të sfidoj se kemi pasur një parë zgjedhje të shkurtit, kemi pasur një parë zgjedhje të dhjetorit, një parë zgjedhje të qershorit. Cila është logjika pse nuk keni shkuar pra në shkurt me vetëvendosjen që t'i bëni institucionet, por duhet të shkojmë në 2 palë zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe 2 humbje të konsumohen, për shku prap të vetëvendosje. Në atë kohë, nuk kam qenë në atë kohë, në të drejtën, edhe atëherë, angazhimi jam brenda LDK-s, nuk kam dalë në studio televiziv, por brenda LDK-s ka qenë